Në këtë mes, gjithçka është një prallë pa sens. Në thelb, arrestimi i Madurës nuk ka asnjë lidhje me Berishën dhe paralelizmi që u përpoq bënte Berisha që siç u arrestua ai. Po sepse në thelb me Berishën dhe sepse Berisha kërkon thotë që do arrestohet Rama dhe do vi unë pushtet, sepse Trumpi më do mua dhe do hiqë Rama që të vi unë. Do thënë këtu është nganjëherë, çiko, është dhe kohë ta marrim seriozisht se më duket shumë fëminore që të diskutosh gjëra kaq pa lidhje. Dakor, vetëm atë tregoj diçka me që sa e nisëm bisedën, por shumë interesante. Ti thua mos ta marrim seriozisht. Ndërkohë, problemi është që nuk rrit dot pa e marrë seriozisht se shiko, problemi është dakor, po një gazetare e mori kaq seriozisht që shikoni çfarë tha para pak ditësh. Ta ndjekim pak lutem deklaratën. Bomb të një gazetare. Të shqiptarët mos i zënë rrugën Ramës me datë 20 janar, ku ai do të thirret në Shtetet Bashkuara të Amerikës për dëshmuar si person që ka dhënë disa çështje që ndosë që kanë hapur ata andej, por ky është një verdikt ose është një hap i cili për herë të parë kryeministrin shqiptar do ta vendosë në kushte pabarabarta. Asaj nuk vetë nuk e pret se çfarë do të ndodhë. Kjo bomba, fjala bombë, domethënë që është hedhur është para pak ditësh, pra nesër, që është data 20 janar, Rama do ikën në Amerikë. Duhet ishte Amerikë. Do arrestohet, ai nuk e di fare për çfarë do thirret, një dy i di, por një dy tjera nuk i di. Pra do të ti thua seriozisht, po ideja është, domethënë, gjërat që fliten në Tiranë. Unë për shembull nuk jam kur dakord, unë jam kur dakord me që herë pas here Rama futet në ca replika pa lidhje me gazetar. Po sigurisht. S'jam fare dakord. Secili bën punën e vet, siç nuk jam dakord ku Berisha, se Berisha ka votu para një javë një listë kështu armish. Se zakonisht para 21 janarit voton listën e armiqve ku jemi edhe unë dhe ti dhe Skënderi, ndër të tjerë. Bile është edhe kjo vajza, edhe kjo është. Po jetë ti. Se pas kam parë. Po jetë ti, po është një listë. Po publike janë kështu. Banalist që quhen. I quhen doktori, po e ka çdo para 21 janar ose pas 21 janarit. Që nga shtu lista se në 21 janar ishit 4. Ishit 5. 4-5. Unë duhet ta shtoj se Rama dikur më ka vënë në listën e kadrive. Tani më ka vënë Berisha në listën e banalistëve. Kështu që ti je në rregull. Je në rregull. Po ajo që po thaj, domethënë shiko çfarë thuhet nëpër media serioze, po flas, po preferojmë portale, po preferojmë televizionin serioz. Tani shiko çfarë thuhet. Pra e kupton, nesër Rama do arrestohet. Tash atëherë i bim vetëm që Ramën e ka ftuar Trumpi që të shkojë atje, po kur të shkojë atje do ta arrestohet. Pra le temi në një herë çudirat që ti dëgjon nëpër ekranet, lexon nëpër faqet e internetit, janë fantasmagorike. Pra ti një moment thua, "Ore, mos ndoshta është e vërtetë." Pra le temi shkon deri në këtë pikë. Te mbefas mjafton një faks, një letër që botohet kështu dhe pastaj çfarë do themi? Shfryhet gjithçka. Shiko, problemi këtu është se flitet pa fakte, flitet qesim dhe flitet pa argumente. Shiko, ka një gjë parimisht. Unë edhe nëse e di një gjë ta zëm. Nëse unë kam burime të cilat nuk i citoj dot, por nuk mund ta them, sepse parimisht ti nuk mund të thuash gjëra të cilat nuk i mbron dot. Ose aq më tepër asaj gjëra të cilat do vërtetohen, po ose e vënë në formën e bastit ose nuk e di se çfarë. Por këtë lloj smundje shqiptarët kanë pas prej kohësh, prej kohësh kanë hedhur dhe këtu është i vetmi vend besoj që bëhet politik me gjëra të cilat i di vetëm unë që i them. Sepse gjërat o bëhet debati mbi fakte publike ose prit të ndodhi dhe pastaj thuaj se nuk ka kuptim. Problemi është që këtë e bën, dakor, do ta bëj një gazetar, por kur e bën lideri i opozitës, pastaj ose kur e bën partitë mëdha, e bën dhe Rama shpesh e përdor këto diversionet që i ka qefti bën. Diversion është një gjë, Dakor, i shfrytëzon për ngresh një narrativ komplet në ajër dhe tush, po shifsha edhe sot nuk i kishte bërë update as atyre karikaturave që mande, e kishte akoma Ramën me tutat gri. Domethënë, çështja është shiko se që duhet thënë një gjë që ti e përmendë pak që deri diku Rama dje ishte sovranist kurse sot është bërë servilist, domethënë në politikë, sepse ne sot i kemi lëshuar të gjitha, Trumpi është Berisha, më fal.